Titujt kryesor të gazetave e njëjtë 29 tetor 2015, Gazeta Panorama, flet Artan Lame, legalizimet 90.000 familjet që përjashtohen. Balla i përgjigjet Blushit, Elbasani është qytet i bukur, Blushi në libër, në basen s'kishte burr të pastër e grua të bukur. Deputeti kauboj si majorancës pritet me kuaj në rinas, si unë vetëm Ismail Qemali. Eduard Ndoca vjen nga Milano për betimin sot në kuvend, harxova 500 milion lekë për fushatën e PS-s. Shqipëria e fundit në rajon, Ahmeta e gaf me raportin për ekonominë. Vizita në SBA, Meta në Kongres, ekspertizë për ligjet. Vllezrit nga Shijaku, trafik droge me kode si të nazistëve. Flet Besart Kadia, FLE nis fushatën, jo taksa të shumta, jo rritje taksash. Ambasadori OSBE-s leksion për ligjet. Jeta tjetër, Henry Monroe dhe Max Velo. Kriza politike si krizë kushtetuese, TVSH në dogan dhe raporti Doing Business. Gazeta shqiptare, kompensimi pronave, Lame si ndahen 1.3 miliard lek. Ben Blushi, rivali i Sedinit Nefnosi, tha se nazizmi ishte më i mirë se komunizmi. Rrëfehet Riformato, takimi im në rinas me bodyguardin e deputetit, piloti italian Saimir Bajrami kishte distiktiv. Ilirdaja merr Tiranën si jam magjistar, Halili kapi me Europën. Pronat në Fier, lista emërore dhe problemet me dokumentet. Bushati, alibia për votën pro Kubës s'ishte për herë të parë. Meta, takime në Kongresin Amerikan, jemi partner loajal. Pranga grupit e heroinës, komunikimi me kode naziste, universitetet kriteret për të aplikuar për master. Shpresa rikthehet nëse ndryshon ligji zgjedhor, deputeti Eduard Ndoca i kapelen e kaubojit mund ta mbajë në seancë. Shekulli, legalizimet jepen 20.000 leje, biznesi, gjobat e reja që zbatohen nga 12 nëntori, sterka e nisëm ligjore për pronat, shitja te Laguna Blu, akt kriminali qeverisë Berisha, Ferdinand Xhaferaj, problematika që solli humbin e PD-s në Durrës, Itali, shqiptarët trafikonin tonelata heroin me kode naziste, nëna e Peng Marsit, besniku donte të na vriste, stadiumi nis, ndërtimi Qemal Stafës, detajet e projektit. Lista 670 emra që ndryshojnë kontratën e energjisë elektrike, Shqipëria është më e rëndësishme për Turqinë. Shqiptarja.com, flisnin me kode si nazistët, dy shijakësit lumejnë droge në Itali. Kompensimi, si do ndahen $11 milion për pronarët. Master, ja kush do paguaj dy fishën e tarifës. Deputeti i ri Ndoca sot në kuvend me makinën e Al Pacinos. Kufiri me Greqin, pakti i ri ose arbitrazh. Meta, do ndihmojmë në krizën e refugjatëve. Taulant Muka, mjeku që preku ëndrrën në Harvard. Akti i pavarësisë, zbulohen fakte të reja për dokumentin origjinal. Gazeta Dita, të vonuarit, gjykata e lartë harron dosjen e 21 janarit, cilët janë 5 gjyqtarët që kanë në ngarkim çështjen dhe që përgjigjen no comment. Të vrarët e protestës, prokuroria kërkon dënim për vrasje me dashje, ndërsa drejtësia me heshtjen e saj po i rivret me dashje, 5 portrete dhe një analizë mbi të vonuarit e drejtësisë që ankohen pse i fusin të gjithë në një kallëp. Toka që shpronsohen për ndërtimin e TAP në Devol, Fier, Korç, Skrapare, Berat. Specializimet në mjekësi, 344 kandidatët që do intervistohen. Trafikonin 1 ton heroin në vit, kapet superbanda e vëllezërve shijakas. Pak halle kanë shqiptarët, kishin mangur dhe Jaguarët, Kadri Rama, naftëtari i letrës së zezë ende të rrugëve. Diplomatia holandeze, a duhet më ministria e jashtme? Tema, skandali i Lagunës Blu, leja e frangajt ka mbaruar, duhet një re për fillimin e punimeve. Editorial nga Merobaze, Laguna Blu dhe këneta ma vije frangajt. Skënder Mingjozi, na mungon të një kaubojs me kapele. Sokol Balla, kujt i duhen sirianët këtë dimër? Eduard Zaloshnja, Jaguarët vetëm maja e icebergut. Detajet, shkatrohet banda italo-shqiptare 1 ton heroin çdo vit nga Afganistani në Itali. Me kal dhe revole, Eduard Ndoca e vetëm Ismail Qemali është pritur kështu. Misioni pamundur i Greqisë. Përkeqësohet klima e biznesit, Shqipëria zbret 35 vende. Antena brenda familjes Sandri prishet edhe me doktorin. 2 vite në pritje, gjykata e lartë varros 21 janarin. Mapo, trafikuan 1 ton heroin, arrestohen 16 shqiptarë, krerët e bandës i shpëtojnë operacionit. Qeveria nuk të riqet nga burgu për kuponin tatimor. Kandidatja është Simon Shuteri nga Shuteriqet, provokimi i Blushit në origjinën e tij hebreje. Eduard Ndocaj, po më lodhën kapelen e kaubojsit do ta mbajnë në kuvend. Mentaliteti juridik i shqiptarëve, një armë fort përfaqësimi. Një plan 5 kombësh për të dhënë fund krizës siriane. Debati i djathtë nis nga pronësia mbi tokën. Tryeza e FLE, fushat kundër rritjes së taksave, ky sistem fiskal po mbyt ekonominë. Meta Rohrbacher për rritje e bashkëpunimit ekonomik Shqipëri-SBA. Shqip, trafik droge me kode nazistësh, zbulohen çunat e Shijakut, dyshohet se quan 15 ton heroin në Itali. Bushati, qëndrimi ynë për Zajednicën dhe paktin detar. Testi i drogës, Venecia i tha jo Gjeorgjis. Laguna Blu, Lame e bëri qeveria Berisha. Polici Bajrami njihte një deputet. Kuponi tatimor gjob në Vendeburgut. FMN pikat e nxehta të diskutimeve me qeverinë. Lojtarët e shembjes të ndahen nga rilindësit e pak. Tenderi për matësit elektrik, biznesmeni kallzon 3 deputet. Rimbursimi i barnave me bekimin e vet fondit. Gjyqësoria italiane udhtimi mes burrneshave shqiptare.
Koha jon, edhe 15 ditë ngrihet shpata, super gjoba dhe padi për abuzimet me taksat, kush penalizohet nga ligji që nis zbatimi nga data 12 nëntor. Kreu i Kuvendit Ilir Meta takime me zyrtar të nivelit të lartë në SBA, fajin e Karama, Edi Rama bashkëpunim në tregti dhe turizëm me Kinën. Berisha do jem deputet edhe pas vitit 2027. Klosi, Shqipëria të futet në hartën e vendeve që ofron punonjës të kualifikuar. Lame deri në fund të vitit do bëhen 20.000 legalizime. Gazeta Sot shpërthen Andi Bushati kundër Edi Ramës e akuzon se i dhuroi lagunën blu frangajt për të sulmuar mediatikisht Ilir Metën. Sulmet e shtatorit në TV Klan kundër Metës të sponsorizuara nga Edi Rama. Bllokohet hapja e dosjeve, përjashtohen 2 kandidatë për lidhje me sigurimin e shtetit, 9 të tjerë pa certifikat sigurie. Shqipëria në grop ekonomike të fundit në rajon për biznes, Banka Botërore konfirmon masakrën ekonomike të ministrit Ahmetaj. Sali Berisha mesazh Bashës, je i ri dhe ke nevojë të dëgjosh, të rinj që ke ofruar nuk kam fibër politike, do jem në parlament edhe në 2027. Meta takime me senatorët dhe kongresmenët amerikanë, ekspertizë amerikane për hartimin e ligjeve. Ja ilaçet jetike që mungojnë në QSUT, beqja i ndan paratë shëndetësisë me shokët, pazar me jetën e shqiptarëve. PS e Dibrës kërkon largimin e koordinatores Lindita Nikola Sherr për punësimet, zgjedhjet dhe antarësimet. Modifikohet neni i burgut për kuponin, dënim vetëm pas ndëshkimit me gjob, shpëtojnë pronarët përgjegjësia mbi punonjësit. Panorama Sport, Sporting Skënderbeu dyshohet si e trukuar, kompania e monitorimit të basteve Federbet u luajtën shumë para për mbi 5 gola, Taka Tallet, personi që manipuloi ndeshjen është Tan Mezia. Prezantohet Daja, nuk kam shkopin magjik, shkojmë në Europë. Halili Deden e duam të Tirana si trajnerin e femrave. Muça pa ditë në FSHF, klubi Bardhe Blu përprishet kontratës. Babai i kapitenit reagon Agimcana, jupi një buz qumësht. Ragipi, jati Xhakës të vërtetën e Timbiri e Diduka. Vllaznia, Bashkia Del Garant të hënën zgjidhet çështja e rrogave. Partizani akord me Hykën vjen në janar. Shpërthen Gashi 3 gola në kupë. Sassuolo trondit Juven, Milani likuidon Kievon. Borussia të merron Effenbergun në debutim. Blatter akuzon Platinin skenar kundër meje. Roshi gol, i këndon Serenat Ilda Belerit me Balajn.